por po kuptojmë që janë shumë të interesuar që punët të ecin në këtë vend dhe besoj se do bëjnë një dyshim cilësor. Ja është epoka e rrjeteve sociale, fatikisht janë rrjetet sociale që kanë thritur këtu në shesh, ata komunikojnë me njëri tjetrin në rrjete, flasin, organizohen, janë fantastik, biles janë dhe më pak të zhurmshëm se sa ne më të vjetrit dhe bën punët me një kreativitet të jashtëzakonshëm, po shoh dhe një vendosmëri të madhe, janë ata që po na shtyn ne, aktivistët e vjetër, për ta çuar përpara këtë kaos. Pra përgjegjësia është e dyfisht. Ne kemi një përgjegjësi të madhe për ata në mënyrë që nga kjo protestë do jetë për mua protesta më spektakolare e këtyre 35 viteve, të dalë një klasë e re politike e cila do bëj ndarjen definitive me klasën e vjetër të tranzicionit. Unë kam shumë shpresë aty. Vërtet në këtë protestë unë këtë e them në mënyrë shumë të sinqertë, sepse janë vërtet të rinj të bukur, një pjesë e mirë janë të arsimuar jashtë dhe janë kthyer në Shqipëri dhe po vinë dita ditës, na shkruajnë mira mesazhe, marrim në ditë, duan të kontribuojnë protestën. Pjesëmarrja e tyre virtuale, por fizike këtu na jep shpresën se këta të rinj do ta marrin në dorë fatet e vendit. Pra le të jemi besim plot, mjafton t'i motivojmë. Kjo është t'i inkurajojmë dhe motivojmë. Dhe fakti që marshimet i realizojnë ato çdo ditë, janë studentët, janë një rrjet virtual, po janë 2000-3000 studentë në ditë, që cilët komunikojnë për të bërë pankarta të reja. Ja sot për shembull do ndalen në disa institucione, pra nuk do jetë vetëm një kalim pasazh ecje e zakonshme, por do të dalen në institucione për të dhënë disa mesazhe të caktuara. E para do të jetë pranë bashkisë, kuptohet, tu për të dhënë mesazhin për të burgosurin e Durrësit, edhe me parullën e famshme Orion o legend se pritë Ramën se po vjen, më falni për mungesën e etikës, por kjo është slogan që është pëlqyer shumë. Pastaj do ndalojnë aty pranë delegacionit europian me sa kuptova itinerari, pranë House of Europe për dhënë një mesazh të fortë për Marta Kos, e cila komisionere e zgjerimit që ka dhënë një mesazh kontradiktor, paksa të çuditshëm dhe nuk është pëlqyer nga populli shqiptar. Dhe me sa di unë parulla do jetë Marta Kos me kë qëndron, me Edi Ramën apo me popullin shqiptar. Kjo do jetë parulla e cila do shoqëroj pranë delegacionit europian. Di që do ndalet tek presidenca, do ndalet në 10 minuta aty për të dhënë një mesazh presidentit se ka 17 ditë që po ndodh një protestë në rrugët, në sheshet e Shqipërisë dhe të Europës dhe akoma nuk është zgjuar, bën sikur s'ka ndodhur asgjë, ndërkohë është vetëm 200 metra nga protesta. Unë nuk e di çfarë bën presidenti i Shqipërisë në këtë vend i paguar nga taksat e shqiptarëve, por nuk ka thënë gjysmë fjalë për këtë protestë, është e turpshme. Dhe kështu do jetë çdo ditë. Tashmë stili do jetë ndryshe, do ndalohet pranë institucioneve. Nesër do jetë për shembull tek parlamenti, do bëhet ky rrethim i famshëm demokratik i parlamentit për përcjell mesazhin, nuk e di, dorëzoni mandatet, ky është parlamenti i krimit etj si këto. Edhe kjo gjë do jetë në ditën në vazhdim. Pra mesazhet do jenë pranë institucioneve publike për të dhënë mesazhin që institucionet duhet të jenë krah qytetarëve, jo krah pushtetarëve. Nga pikpamja. Dhe kjo do jetë. Pastaj më thuaj. Pastaj patjetër që do ketë le themi lëvizje të tjera në ditën në vijim, por protesta kombëtare që do thritet ditën e shtunë për ditën e emigracionit do jetë akoma më madhështore dhe tregoj fuqinë e popullit shqiptar dhe forcën e tij. Pastaj çdo ndodhi t'ia lejmë popullit. Do pyetet populli në shesh, çfarë dëshironi? Doni që ndrojmë këtu 24 orë, 48 orë derisa Edi Rama të jap dorëheqjen? Do ta le ta vendosi populli. Kjo është forma më e bukur e kësaj revolte popullore. Pra është populli ai që vendos. Ne thjesht jemi zëdhënës të tij. Të falenderoj me gjithë zemër, më mirë se kaq nuk ta kishte shpjeguar kush. Andi, shumë faleminderit që u lidhe me mua dhe në mënyrë alegorike i them gjeneratës Z në mënyrë përsëris alegorike pushka top ti bëhet. Faleminderit ty, të dashur teleshikues, se sapo u lidhe me Andi Tepelenën, i bëm ca pyetje të rëndësishme që